Edhe pse ka shumë paqartësi për funksionimin e mëtejshëm të partnerëve të koalicionit në pushtet me zhvillimet e fundit të Arben Taravarit, kryeministri Kristian Mickoski këmbgul se shumica parlamentare është stabile. Si për ta dëshmuar këtë, në Tetov për 700 metra rrugë kishin ardhur gjysma e kabinetit qeveritar. I pyetur nëse njëri nga liderët e koalicionit vlen Arben Taravari do të largohet nga koalicioni dhe se liderët e tjerë ai kanë kërkuar kryeministrit që Taravari ta largoj edhe nga qeveria, ai u përmbajt të komentoj këto pohime. Unë do të përmbajsha nga çfarë do lloj komentimi, vetëm do të thosha se qeveria funksionon e bashkuar, si e vetme. Kjo qeveri do të thoshta jo zyrtarisht se ka shumicë prej 2/3 në Kuvendin e Maqedonisë. Realisht, 78 deputetë mbështesin. Ajo që dihet zyrtarisht deri tani është se Taravari ka kërkuar që në zgjedhje të dalë me listë të veçantë dhe jo bashkë me koalicionin Vlen, ndërsa këta të fundit veç më e kanë thënë se në zgjedhje lokale koalicioni do të dalë bashkë në zgjedhje. Po ashtu Taravari ka thënë se është i pakënaqur nga puna e disa funksionarëve të koalicionit Vlen, por në të njëjtën kohë nuk ka dhënë asnjë kritik për kryeministrin dhe për qeverinë. Po ashtu të shtunën Taravari dhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti mbajtën takime të veçanta me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj, kurse me këtë të fundit, disa nga përfaqësuesit e Vlenit u takuan disa ditë më parë.